ko paqe dhe kur uzinat punonin me kohë të plot, ka qenë nga 30 deri në 60 armë të tilla. Imagjino që nga qershori i vitit kaluar janë harxhuar disa armë. Ne po flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është superfuqia botërore që rrezikon të ketë harxhuar një sasi të konsiderueshme të municioneve. Por unë nuk besoj që kemi në limite ku të rrezikohet operacioni, nuk e mendoj sepse... Por Irani thua nga ana tjetër? Irani nga ana tjetër nuk mund të ketë më shumë se 6.000 preva armë balistike. 6.000? 6.000. Është kapaciteti maksimal i supozuar që të ketë punuar me kapacitet plot për disa vite. Pra, këto armë, nëse do marrojnë, me çfarë do luftojë Irani? Sepse është vetëm një armë me cilën dhe unë mendoj që përçarja në disa drejtime duke goditur për më shumë se 7 vende për rreth, do t'ja bëj shumë herë më të vështirë sepse heq vëmendjen nga një fokus i caktuar. Pra, nëse këto armë do ishin drejtuar drejt Izraelit të gjitha bashk, pra do ishte më efikase se sa duke i shpërndarë, sepse asnjë dronët nuk kanë fuqi. Kanë një fuqi shumë të vogël dëmtuese. Ato marrin nga 15 kg deri në 50 kg më i miri eksploziv, kurse një raketë balistike ka 1000. Pra, është një fuqi shumë herë më e madhe edhe dëmtuese. Kështu që me dron Irani nuk e përballon dot luftën, nëse i mbarojnë raketat. Raketat janë të vetmet që e mbajnë në lojë Iranin. Nëse Irani shkon drejt përfundimit të kësaj sasie, atëherë ne mund të themi që Irani do vijë drejt dorëzimit. Ndërkohë, me që unë e ceka pak më përpara do kemi mundësi që me Ermalin të shohim një hartë. Ermalin ndoshta do ishte pak më mirë që ta afrohesh afër Ledit për ta shpjeguar, nëse unë e pengoj Ermalin, regjia mund të spostohem pak. Atëherë pyetja që është diskutuar gjithsej kohë është... Kam përshtypjen se edhe unë duhet të lëviz që kemi mundësi që ta kemi planin e plot. A është në gjendje Irani, a do të godasë Irani Shqipërinë? Po. Tani, kjo ka 2 aspekte. Në aspektin teorik, patjetër që mund ta godasë. Pse? Një raketë balistike ka një rrezik veprimi 2000 deri në 2500 kilometra. Nga Irani në Tiranë, distanca mes dy vendeve është 2000 kilometra. Pra në teori po, mund goditet. Në praktik nuk mund të goditet kurrë. Pse? Që një raketë të lëshohet nga Irani kundrejt Tiranës, kundrejt Shqipërisë, komplet trajektoria e saj, komplet rruga e saj duhet të përshkojë një distancë kohore prej 20 minutash, edhe më shumë. Në këto 20 minuta duhet të kalojë 2 vende të cilat minimalisht janë anëtarë të NATO, si është Turqia dhe Greqia. Sistemet e mbrojtjes raketore në Turqi dhe në Greqi janë sisteme raketore që janë sistemet e mbrojtjes raketore që janë amerikane, të cilat janë Patriotët dhe NASAMS. Këto dy janë sistemet më kryesore të mbrojtjes të hapësirës territoriale që e pengojnë çdo raketë thua. Në moment që do të shkel territorin turk apo territorin grek, do të interceptohet nga këto sisteme mbrojtje raketore dhe do të neutralizohet. Për më tepër, Shqipëria si vend antar e NATO-s, ne nuk kemi forcë ajrore për mbrojtjen e hapësirës tonë territoriale ajrore, por mbrohemi në kuadër të NATO-s. Kundër përgjigjja e NATO-s për të mbrojtur hapësirën tonë ajrore në Shqipëri, nëse nuk gabon po, është 2 deri në 6 minuta. Që do të thotë brenda 6 minutave avionet e NATO-s në bazat e NATO-s jashtë Shqipërisë janë në gjendje që të neutralizojnë çdo lloj rakete e cila mund të ketë penetruar apo mund të ketë larguar, mund të ketë dalë nga sistemi mbrojtjes turk, po themi, apo grek. Kështu që në praktik është totalisht e pamundur dhe nuk paraqet asnjë lloj rreziku që Irani mund godas me raketë shqiptare. Probabiliteti 100%? Unë do ta thoja 1000%. Edhe nëse bëj dot një shtesë, po? Është e provuar edhe në sulme që ka bërë Irani ndaj Izraelit që një raketë vetme nuk mundet ta çajë kurrë mbrojtjen.